Qoftë lëvduar Jezu Krishti dhe mirëmëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. E Kisha Katolike sot përkujton shenjtën Lucia Martire. O hymë e anëndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O udhëheqësi i pastërtisë dhe forca e martirëve, për të dyja ti jep çmime, dashamerës dëgjon lutjet. Kjo virgjër zemër madhe, dy fish me fate lume, fisnike me dy palma, këtu me lavdi nderohet. Kjo të dëshmoj pa u lëkundur krahun mizor të gjelatit, trimresh gjerë në fund përballi, ty të shpalosi shpirtin. Kështu ajo i mësoj botës, tim poshtë plagët e katilit, dhe lajkat e bandilit, fejnë e pastër në mëson. Mendim të kësaj martire na i shlyej të gjitha fajet, na i shpor ngasjet e krimeve, në hirin tënd vendosna. Ty, Jezus, të qoftë lumnia, që linden nga nëna virgjër, me atin dhe me shpirtin jetë dhënës në amshim. Amen. Antifona e parë. Dashurin tënde e shpallim në mëngjes, e gjatë natës besnikrin tënde. Psalmi 92, lavdi hyjit krijues. Është punë e mirë ta lavdërosh Zotin, ti këndohet emri tënd, o Zot i tejet lartë. Të shpallim dashurinë në mëngjes, e gjatë natës besnikrin tënde, me harp 10 kordash e me lirë, me këngë për cjell me cetër. Se ti, o Zot, me gëzove me veprat e tua, kënaqem për veprat e duarve të tua. Sa të madhërishme janë veprat e tua, o Zot, sa të thella mendimet e tua. Njeriu i pamend nuk i di, dhe i marri nuk do t'i kuptoj. Po edhe në mbifshin mëkatarët por si bari, e në lullzofshin ata që bëjnë keq, janë të caktuar për bjerje të pasosur, vetëm ti je i tejet lartë për amshim, o Zot. Sepse që, o Zot, armiqtë të tu, sepse që, o Zot, armiqtë të tu do të biren, do të shpërndahen të gjithë keqbërësit. Ti marrit e fuqin por si të buallit, më shugurove me më të pastrin vaj. Prej së lartë i shikon syri im ata që më urejnë, veshët e mi patronditje i dëgjojnë kundërshtarët e mi. I drejti lulzon si palma, rritet por si cedri i Libanit, të mbjell në shtëpinë e Jakobit, lulzoj në banesat e hyjit ton. I japin fruta edhe në pleqëri, janë të kërthëndes të plot shëndet, për të shpallur se Zoti është i drejtë, qeta ime në të cili nuk ka të meta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Dashurin tënde e shpallim në mëngjes, e gjatë natës besnikrin tënde. Antifona e dytë. Dua ta shpall emrin e Zotit, lavdërojeni hyjin ton. Kënga marrë nga libri i ligjit të përtrir, kapitulli 32, mirësitë e hyjit për popullin e tij. Dëgjo qiell se dua të flas, Dëgjo tokë fjalët e gojës sime, mësimi im le të rjedh si shiu, si vejsa të më rigoj biseda, si pikrima për mbi barë. si shtrëngata mbi livadh. Të Zotit emrin do të lëvdoj, Lartësoni hyjin ton, i qetë është ai në vepra i përsosur, udhët e tij janë drejtësi, hyj besnik pa asnjë të keqe. krejt i drejt e të pa të met, Kundër ti më katuan të poshtrit, bami i mbrapsht e plot marzir, a kështu po ja kthen Zotit? kombi marr e i pa krip, As është ai vallë baba yt? që të dha jetë e në jetë mban, Të bie në mend kohrat e lashta, të bie në mend breznit e shkuara, pyete babain tënd e do të tregoj, të parët e tu e do të kallëzojnë, kur Zoti popujt i ndau, kur i ndau bit e Adamit, kufit popujve u atcaktoi. si pas numrit të Izraelitëve. Pron e Zotit u bë populli i tij. Pjesë për vete e mor Zoti Jakobin. Gjetur e kish në një vend të shkret. Në vend merrimi u lërimi bishash.
e rrethoi e përkujdesi, e ruajti si bebe në syrit. si shqiponja që bën gjira, Kur do soq ti mësoj të fluturojnë, mbi ta i hap e i palon krahët. ashtu e mori Izraelin e mbarti mbi flatrat e veta. Zoti vetëm e udhëhoqi, Tjetër Zot nuk qe më të. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës amen. Dua ta shpall emrin e Zotit, lavdërojeni hyjin ton. Antifona e tretë. O Zot hyji ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Psalmi 8, madhëria e Zotit dhe dinjiteti i njeriut. O Zot hyji ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun, me madhërijet e kalon edhe qiellin. Prej gojës e ferishteve të foshnjave, lavdinë bëre gati kundër armiqve, që t'i bësh të heshtin armiq e kryengritës. Kur e sodis qiellin, veprën e gishtave të tu, hënën e yjet që ti i vendose. Çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit që të përkujdesesh për të? E pra e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kur urzove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithçka vure nën këmbët e tij. Delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe e gërsirat e fushës, shpendet e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot hyj ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës amen. O Zot hyji ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbardheun. Leximi i shkurtër marrë nga letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli i parë, rreshta 3 deri në 5. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit ton Jezu Krishtit, ati i mëshirshëm dhe hyji që jep çdo ngushëllim. Ai na ngushëllon në të gjitha vështirësitë tona, që edhe ne të mund t'i ngushëllojmë të gjitha ata që gjenden në vështirësi, me atë ngushëllim me të cilin hyji na ngushëllon ne. Dhe vërtet, si që ndikohen pa mas në ne mundimet e Krishtit, po ashtu në për Krishtin edhe marim ngushëllim pa mas të madh. Fuqia ime, kënga ime është Zoti. Fuqia ime, kënga ime është Zoti. Ai është shpëtimi im. Kënga ime është Zoti. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Fuqia ime, kënga ime është Zoti. Kënga ungjillore Benediktus, antifona. Ja çka bëra, shërbëtore e përvuajtur, i u flijova hyje të gjallë, tash nuk më mbetet më asgjë, e po dhuroj veten time. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit, Që po dhe shpërbleu popullin e vet. ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoj prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti o djalosh do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë i jetës amen. Ja çka bëra, shërbëtore e përvuajtur, i u flijova hyje të gjallë, tash nuk më mbetet më asgjë,
e po dhuroj veten time. Lutjet e besimtarve. Në bashkim me martirët e shenjtë të vrarë për shkak të ungjillit, ta kremtojmë dhe ta thërasim shëlbuesin ton, dëshmitarin besnik të hyjit atë. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu, të cilët e përqafuan vdekjen si dëshmi të fesë. Na jep lirinë e vërtetë të shpirtit. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu, që e dëshmuan fen deri në derdhjen e gjakut. Na jep një fe të pastër dhe të vërtetë. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu që ecën gjurmëve të tua në udhën e kryqit. Bëj që me qëndres të bëjmë balë vështirësive të jetës. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, për hir të martirëve të tu, të cilët i lanë petkat e veta në gjakun e qengjit. Bëj që t'im poshtim nga shnimet e mishit dhe të botës. Ti na shëlbove me gjakun tënd, o Zot, ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne i fajtore tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, na forcoft o Zot ndërmjetësia Shën Luqis Virgjër dhe martire, që këtu mbi tokë ta kremtoj me gëzim ditëlindjen e saj, në qiell e një ditë të bashkohemi me të në parajs, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.